Degradimi i rrugës Roshen Bukmire ndërtuar në vitin 2017 dhe mos reagimi i institucioneve përgjegjëse ngriti në protestë banorët e zonës. Ata u mbledhën para bashkisë Mirdit nga ku kërkuan ndërhyrje të shpejtë për rikonstruksionin e rrugës. Ata paralajmërojnë kallëzim penal ndaj ish-kryetarit të bashkisë Mirdit Ndrec Detaj, që sipas tyre e mori në dorëzim këtë segment, i cili u ndërtua pa standarde dhe u abuzua me fondin. Kërkoj që mbrana mundësive të vinit na filmoni venin atje se shih kalojnë këto njerëz në rrugë. Çfarë bëhet, pse nuk vjen policia, shteti, prokuroria për ta bllokuar rrugë e për të njeh penalisht ata. Kërkojmë që kryetari i bashkisë, tha dhe shoku parafolsi, të shohen para prokurorisë, kryetari i bashkisë bashkë me firmën sepse kanë devijuar projektin. Pse bëhet një veprim i tillë me një popull tonë, se atë janë 7-8 fshatna që kalojnë në rrugë, edhe ajo është skandal. Një përgjithësi sot. Ajo çfarë unë mendoj për atë rrugë, pasi ja bë pa kalueshme, dhe kjo është ajo dhurata e qeverisë që i bën për hidrocentralet, se nuk është vetëm Bukmira, është Kaçinari, është një zonë tonë që shkon aty. Ajo rrugë sot është e pa kalueshme. Çfarë kërkohet nga bashkia? Të penalizohet firma dhe ish-kryetari i bashkisë që ka firmos për atë marrjen në dorëzim të asaj rruge. Ajo rrugë është e pakalueshme, është vdekje prurse dhe sot komisariati i policisë duhet vënë kryqin atje që mos kaloje asnjë automjet sepse mund të humbasin jetën njerëzit. I bëjnë thirrjen e prokurorisë të nisë më një herë hetimet dhe të vinë të zbardhë dosjen e bashkia e kam kërkuar dhe kryetarit aktual, na zbardhë letrat. Du me ditë kush ka firmos në emër tonë vëlla. Në emër të komunitetit nuk bëhet një vepër madhore, sigur janë këto, një devijim rrugë, një vepër e madhe. Nuk bëhet pa u pyet komuniteti. Ne nuk na ka pyet kush mbët, ne bile më thotë çfarë të kërku kur protestoshim vitet para, më thotë çfarë të kërku ofrok, thotë se më ma ditë për nerë mua se rruga ka pasur shku ka kalori. Imagjino, a ka më keq se ka kjo rrugë? Kryetari i bashkisë Mirdit Albert Mlyshi tha se njësia vendore ka të pamundur të ndërhyjë me buxhetin e saj, por do gjendet një zgjidhje provizore. Ne bashkia duhet bëjnë një ndërhyrje që ajo rrugë pra të mos jetë në atë shkallë rrezikshmërie që ka sot. Thirrëm edhe kompaninë janë që në fakt ka qenë financuese asaj rruge. Bashkëpunuam edhe me ata, biseduam si mund na ndihmojnë edhe ata dhe me një fond nga bashkia të krijojmë një fond, nuk po them të madh sepse kaq janë mundësitë financiare, por afërsisht shkojmë me një fond tek 200 milion lekë të vjetra për ndërhyrje që të paktën ato vende që janë në rrezikshmëri, që ka shembje dhe krijojnë problem për kalimtarët, të ndërhyjmë dhe të sistemojmë. Rruga Roshen Bukmire me gjatësi 16 km u ndërtua në vitin 2017 nga kompania që shfrytëzon hecin në këtë zonë, por cilësia dobët e punimeve bëri që investimi të dëmtohet brenda një kohe të shpejtë, duke penalizuar 5.000 banorë të këtyre zonave.